Nga qyteti Podujevës vjen një emër që po spika gjithnjë e më shumë në botën e punimeve artizanale. Me duart e saj plot talent, Arnesa Zhegrova krijon ruaza unike, aksesor viral dhe aksesor të veçantë për dasma, duke i kthyer idetë më të bukura në vepra që tërheqin vëmendjen e kujdo. Rrugtimi i saj nuk do të ishte i njëjtë pa mbështetjen e një personi të veçantë për të, e cila u bë shtytja dhe frymëzimi më i madh për të besuar në talentin e saj. Fillimet e mia kanë qenë në fund të 2020-s, së bashku me gruan e djalit të Axhës, e cila ajo ka fillu së pari, mandej unë kam vazhdu me qenë për kraja e saj, edhe aty kam fillu fillimet e mia të para me Mindila. Kum pa që nuk është një punë shumë e zëshme, është e lehtë, edhe më ka pëlqyer shumë. Mandej kam fillu me bu disa krime të mia, pse jo? Edhe kum pa që po pëlqejnë shumë. Jam inspiru ma shumë prej saj, edhe mandej më ka pëlqyer shumë edhe kum thonë pse jo, diçka me vazhdu. Normal që ka qenë pak vështirë, po me kalimin e kohës gjithçka u bë ma lehtë. Fillimet gjithmonë janë të vështira të parat, po me kalimin e kohës nëse ti dën, gjithçka mundesh me arrit. Arnesa njëkohësisht ndjek studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Po, jam 18 vjeçare dhe studioj në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Vitin e parë kam përfunduar dhe tani në vitin e dytë. Si po ecin studimet krahas edhe punës që e bën për qaf? Shumë mirë, gjej edhe kohë për të dyat, edhe për me mësu, po edhe me bo ato që unë kom qef. Në fillim, me mëngjes kam ligjëratat, mandej kur kthena pushoj pak, mësoj, edhe mandej filloj me punimet e dorës. Në punet e mia, edhe pse shumë jam e në zonë me mësime, po kur më shah moment normal që më ndihmon ajo është për këtë rast se jamja, edhe më ndihmon me realizu ato që unë dëshiroj. Ajo prezantoi disa nga krijimet e saj ku çdo detaj ishte punuar me dashuri dhe finesë. Sot kom sjell dy tabaka të fejesës, të cilat janë shumë trend, më thonë, në këtë vit, janë të personalizuar. Dhe kom sjell edhe dy aksesor për flok. Mendoj që janë të mjaft të mira edhe për me i vendos. Mandej kom pru edhe aksesor për fyt, varse, edhe të dorës, edhe për telefon që vendosen si për me zbukuru punë. Për tabak, rreth një orë e gjys, maksimume. Çmimet e tyre varësisht nga lloji, me shkrem janë pak më të personalizuar, prej 20 deri në 30, pa shkrem prej 15-20 varësisht nga modele edhe sa ka punime në ta. Për varëse, në varësisht nëse janë thjeshta, janë më të lirë, normal prej 5 deri në 10. Nëse ka ma shumë punime në ta dhe kohë që do ma shumë mi përkushtu, janë prej 20 lartë. Punimet e durës normal janë ma të mira, mund është mi personalizu si pas dëshires, se gjithmonë shtore €1 e kështu nuk mund është mi gjetë të personalizu me qysh ki qefte. Po bëj, zakonisht me aksesorët e mi që i bëj, të njerëz të e mi të dashur, i dërgoj aksesorëve të punume, të personalizume, asnjëherë të mos zërdohen, ëndrrën e tyre ta ndjekin gjithmonë, edhe pse ka vështirësi në fillimet e tyre, gjithmonë një ditë do të realizojnë edhe do të ketë më të mirën të mundshme për ëndrrën e tyre, çdo që të bëjnë. Historia e Arnesës është dëshmi se talenti kur ushqehet me punë, sjell rezultate që frymëzojnë.